Uroj që sa ma shumë zgjedhje me pas. Popullata ankohet, thot, rryma, shtrejt, gjërat bazike, elementare, ushqimore, shtrejt, kush nuk e bën hapin, mu anku sa dush, kur t'vje fushata, shkoj një rrejnë të panit se cilët, edhe ata vinë pushtet, ata vazhdojnë mu anku 4 vjetë. Kështu është avazit e na, kështu të vazhdu, inshallah, sa ma shumë zgjedhje ka. Pse jo? Jo, nuk shkojnë venin zgjedhje. Çfarë të lodhni? Thojnë, ndoshta edhe pas këtyre zgjedhjeve do të ketë së shpejti zgjedhje nëse se morën 50%. Kjo është, unë mendoj që kjo një kërcënim për votuesin. Tash krenohen që ja kemi ushtrinë në ne, po e ka bëu dikush sepse s'ka ngesë puna. Vera tepër afër, edhe normal që jeni të nxonën. Ju dini që shumë kush mundohet me parë me ju pagu juve gazetarëve për me javë kryej farë pune, e unë e mundona pa parë, sidomos në fushata, sepse unë ju përkroj edhe para fushata, edhe nëse kam fushata. Kështu që kur t'ir gazetari është nder me i shku në emision, ose X portalet, e shqyr që nuk kam bërë shumë, edhe çdo gjatë keqe po e qitni në sipërfaqe. S'po kemi qare, bile dikush po thotë që shqyr që piqetni. Për ato ju çmoj edhe ju respektoj. Faleminderit shumë. E përmendë pak punën e fushatave, kështu që nuk mund apat vetë direkt që to mos e lë për ma se mos po harroj. Nëse kim plan me kandidu apet. Ta shqyri, tu po, që shkej kjo emisione. Fiks ashtu, a? Okej. Qa po duket që puna e zgjedhjeve? Marum zgjedhje. Po, për besë, kjo është një gjë e mirë që po ndodhë të na, uroj që sa ma shumë zgjedhje me pas. Se po të sa ma shumë zgjedhje? Po, tanat budget që krenohen qeveri pas qeverie që kanë arrit, mirë është në fushata me hargju. Po, a bile dikoj? 11 milion më herët, 30 milion më herët, 20 milion më herët. Popullata ankohet, thot, rryma, shtrejt, gjërat bazike, elementare, ushqimore, shtrejt, kush nuk e bën hapin, mu anku sa dush, kur t'vje fushata, shkoj një rrejnë të panit se cilët, edhe ata vinë pushtet, ata vazhdojnë mu anku 4 vjetë. Kështu është avazit e na, kështu të vazhdu, inshallah, sa ma shumë zgjedhje ka. Pse jo? A mendon që janë lodhë qytetarët pak prej zgjedhjeve? Po më lodhë nuk shkojnë venin zgjedhje. Çfarë të lodhni? Po nuk është dëshira e qytetarëve ndoshta që na më shkojnë zgjedhje. Tash dëshira e qytetarëve, tash kompromisi gjithherë është. Edhe në familje kemi njerëz që ndoshta nuk na përshtaten, po duhet me gjetë kompromis. Për me hes familja përpara, shtëpia përpara, me hes bizneset jeta. Se nuk mujna mu sill veç me një kryeministër ose me një president ose me X interesa partijake e politike që i shfaqin për momentin akter politik në parlament. Unë mendoj që do të me bëjë zgjidhje. Dhe unë dikur ku mujtë mësë me bëjë për Ramush Haradinën kryeministër shembull mu votu për panin, po e kemi këshyr krejt situatën qysh i kanë vënë vendit, edhe jënë kanë votat, edhe begjetin në atë kohë pa të marrë me Shmisa Mustafën që për shkëputemi, sepse para koalicion kena pas, derisa jënë bë deputet me LDK-n dhe AKR-n, pastaj kemi vendosur me dhënë votat Ramushit edhe panit në atë kohë, edhe me hisë Kosova përpara. Po mos ishte bë kryeministri Ramush Haradinën atë kohë, nuk do të ishte ligji për ushtri, për trepshin, edhe shumë të tjera punë që janë kry. Tash krenohen që ja kemi ushtrinë në ne, po e ka bëu dikush sepse s'ka ngesë puna, ka ecë përpara. Ka ecë përpara. Kështu që po besoj që edhe këta kanë me vazhdu me ecë përpara, s'kanë me na lënë me ngesë kështu që sa kohë. Nuk e di, po që shpe i shoh disa deklaratat deputetëve cilët janë përfaqësues të popullit, cilës do partitë, që vetë vendosin LDK-s ose po secila që është në garë, i shohim deklarata interesante ku thonë ndoshta edhe pas këtyre zgjedhjeve do të ketë së shpejti zgjedhje nëse se morën 50%. Kjo është, unë mendoj që kjo një kërcënim për votuesin. Lavi ti veç je kon deputet i Parlamentit të Kosovës. Kush ta thej mendën? Jam deputet i Ngërçit. Jam i zgjidhjeve. Unë jam person edhe si kombëtar në keni po edhe me punën që e bëj, sa nuk kam bërë zgjidhje. Zgjidhje, jo zgjedhje, zgjidhje. Domethënë zgjidhje është kur e shliron një familje, e shëron një person, një qytetar, e shliron një antar familje që ka nevojë, kjo është për me ecë jeta përpara. Jo veç ngërshën me kriju. A mendon që është koha me kandidu edhe një herë që me zgjidh diçka pra? Unë di që ju hëllëmtoni shumë i shifni
Sa jetë e veç ato jam gacilla. Po, komentet e keni pa shumë herë të onë që më tojnë, është koha me hi, kena nevojë për ty ose për njerëz si ti, shemull, po, nuk jam i vetmi, ka shumë njerëz që dojnë me kry punë, po më varet me kanë. Sepse unë nuk e këshyri kur interesin personal nëse jam politik, këshyri interesin nacional dhe pa dëshima, besoj që e kam dëshmu ato.